Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 4 nëntor i vitit 2025. Dhe sot kam nderin që në këtë emision, këtë bisedë, ta ndaj me një nga miqtë e mi më të vjetër edhe më të dashur edhe më të çmuar që kam me zotin Recep Elezaj. Zoti Elezaj Keq. është nga Peja, jeton Rukova, nga Rugova, është nga familja e Rugovës, e Ibrahim Rugovës. Me Recepin jemi njohur që në vitet ndoshta 99-ën. Jemi njohur nëpërmjet gazetës Rimokëmbja të Rahmetli Abdibaletës dhe pikërisht, jemi miq shpirtëror domethënë. Është Recepi, domethënë e për vërtet. mua është një nga veteranët më të mëdhenj të të patriotizmit dhe myslimanizmit të Kosovës. Me zotin Faleminderit. me zotin Eleza sot do të diskutojmë disa gjëra, por gjëja e parë që do diskutojmë është fenomeni i lëvizjes së Deçanit. Për ju që keni ndjekur këto bisedat e mia që kam bërë në ditët e kaluara, jam marrë pak a shumë me lëvizjen e Deçanit. Nuk e quaj e Deçanit, e quaj Deçanit, miq, ju që ndiqni jap theks serb, e që i shoh si agent të Serbisë këta Deçanistët, edhe me qëllim e them Deçani, e them me theks serb. Edhe ju që na keni ndjekur, besoj keni parë edhe shkrimet që ka botuar gazeta Impact, ndër të cilët më interesanti ishte ky i pari, i datës 26 tetor, lëvizja e Deçanit i shpall luftë Kosovës dhe Islamit në 2 vjetorin e themelimit të saj. Dhe ishte zoti Elezaj i cili më dërgoi linkun në YouTube, nga që unë nuk e dija se çfarë po ndodhte, dhe është zoti Elezaj ai që e bëri këtë lajm që të marri dhën. Për këtë u ftova edhe në një televizion kosovar në Dukagjini, ku e komentova se çka po bëhet. Dhe gazeta Impact i ka bërë pak a shumë një farë analize se çfarë ka ndodhur në datën 22 tetor vitit 2025, ku në Prishtinë, në udhëheqjen, sikur thuhet këtu, të agjentit kroat Vesel Lekaj, u bë mbledhja e lëvizjes së Deçanit, ku sikur për ata që kanë lexuar shkrimin, në këtë tubim që u bë, tubim fashist, Vesel Lekaj ishte ai që sulmoi fen islame në Kosovë, bashkinë islame, hoxhallarët, dhe bëri thirrje për braktisjen e Islamit. Ishte një tubim ekstremist, terrorist, provokativ, që thyen të gjitha normat e një shoqërie demokratike dhe ligjore, ku u shkel kodi penal i Republikës së Kosovës, u bën thirrje pak a shumë për luftë kundër Islamit. Dhe në këtë takim që ka ndodhur, faktën që video është botuar në datën 22 tetor 2025, morën pjesë njerë ekstremistë, sikur Katundarja e Krujës, Alma Lama, Muj Rugova, Gjet Ndoj, Hysen Gecaj, Sadri Ramabaja, Jeton Kelmendi, Bajram Kabashi dhe Ahmet Musaj, që tashmë e quajnë veten shqiptar Shaljani. Video është këtu, miq, sikur mund ta shikoni. Dhe sot me zotin Elezaj, duke qenë që ai është kosovar dhe e njeh më mirë nga afër mentalitetin e këtyre ekstremistësh kosovar, jemi mbledhur që do të diskutojmë pak a shumë çfarë është kjo lëvizje, dhe pasi të diskutojmë çfarë është kjo lëvizje me zotin Elezaj, do të diskutojmë në veçanti një raport sekret, të cilin faktikisht fillimisht e botoi gazeta Impact, dhe zoti Elezaj e ka përkthyer këtë raport. Ky është raport i prodhuar me sa duket nga Shërbimi Sekret Kroat, ku në këtë raport tregohet se çfarë qëndron mbrapa lëvizjes së Deçanit. Atëherë unë po ja jap fjalën zotit Elezaj, i cili na bën një parë hyrje, na tregoj çfarë është kjo lëvizje e Deçanit, dhe më pas
do kalojmë te raporti i shërbimit sekret kroat. Zoti Elizaj, merhaba, mirë se erdhe. Bujrum. Mirë se gjithë, asalamu alaikum, zotri Olsi, faleminderit për hyrjen, për vlerësimet, ndoshta që nuk më takojnë, por megjithatë ne jemi miq të vjetër. Ne na ka bashkuar, para se gjithash na ka bashkuar kombi dhe Islami. Unë, siç e din, e kam kry medresen në Prishtinë, 5 vjeçare, pastaj kam në Kairo dhe kam studuar gjuhën letërsinë arabe, 5 vite, në pranë Universitetit të Azharit. Mirë po, me të përfunduar, ne jetonim në Jugosllavi, në një shtet komunist, në një shtet ku ne shqiptarët e Kosovës ishim të lirë në thojza, për aq sa ne lejonte Kushtetuta e 74-s, por nuk ishim në fakt, nuk ishim të lirë, por ishim të okupuar, kështu që ishte vështirë edhe pastaj me gjetë vend pune, kështu që unë nuk munda të gjenda vend pune askund, dhe çka me bëme, nuk më mbeti tjetër përpos të ik me familje për Gjermani. Kështu që afër 30 vjet kam jetu në Gjermani, tani ma jam në pension, dhe normal që besimi islam është preokupimi apo ajo puna më e madhe që ja kam kushtuar një jetë, për arsye se e kam studiu islamin, e kam studiu filozofinë islame, e kam studiu gjuhën arabe, mirë po mjerisht këtu në Kosovë më të kthyer nuk gjeta asnjë mundësi që të inkuadrohem dikun, ose të jap mësim dikun, ose të themelojmë ndonjë institut për ulëmtime të orientalistikës, të gjuhës arabe, kulturës arabe, kështu që jeta me vajti kështu, do të thotë pa u vendosur dikun, dhe në fund edhe mora rrugën e gërveti. Kështu që unë gjatë tërë kohës që kur nifemi, unë kam përcjell pothuajse gjitha shkrimet tua, Olsi, aq sa ko mund, kam dhënë edhe kontributin tim në revistën e tani më të ndjerit, të eruditit, të intelektualit, të për masave kombëtare, zotit Abdibaleta, aq sa ko mundur për mos me u shkëput nga aktiviteti im kombëtar e fetar. Kam pas në vazhdimsi polemika me islamofobët, duke filluar prej Zef Brozit e prej Kastriot Miftaraj, dhe tani ma ai që hudhe veten prej balkonit ra poshtë. Pastaj që kur ka dalë interneti dhe Facebooku, aq sa kom pas kohë, edhe intervistat tua i kom dëgjuar me endje, dhe unë përgëzoj për qëndrueshmërinë, për diapazonin e gjerë të ngjarjeve historike të historisë së kombit tonë shqiptar, po në veçanti studimet dhe përkushtimi juaj ndaj islamit, besimit islam dhe mbrojtjes së vlerave të fesë islame. Feja islame është një oqean i pafund, por është për habi se si njerëzit flasin për fenë islame, kur fjalën që kanë njohuri as minimale, ndoshta me përjashtim të gjitha intelektualëve që kanë lexuar, që kanë lexuar dhe kanë studiuar fenë islame, përndryshe në Kosovë pjesa më e madhe e popullatës islamin nuk e njohin fare. Apo me thonë, vetëm shka lexojnë nga librat, ose nxënësa studentët që studiojnë në medrese, apo edhe ato studentët që studiojnë në medrese e vajzave në Gjilan. Kështu që në këtë aspekt muj me thonë, zoti Olsi, unë nuk jam shumë i kënaqur me nivelin e studimeve islame në Kosovë. Po mendoj me depërtimin e besimit islam në kuptimin e mirëfillt të fjalës, por jo vetëm me fal namazin, sa janë recate, sa janë këto, por nuk ka ndonjë studim me përjashtim tash, nuk duhet harruar kontributin që ka dhënë Muhamet Piraku, profesor Muhamet Piraku tani ndjer,
Ma para në ishi Jugosllavi ka thonë edhe profesor të tjerë, tani është fetim akademik fetimi e tij i cili vërtet ku jep kontribut jashtëzakonshëm edhe me botime, me përkthimin e Kuranit, me literaturë islame, mirë po sa po lexohen ato është tash kjo tjetër çështje. Zoti Eleza, unë jam domethënë shumë i nderuar që të kem njohur ty. Dua t'i them miqve tan nga Kosova se shumica nuk njohin, shumë pak njohin. Për mua domethënë ti je një nga veteranët e islamizmit kosovar. Je nga mësuesit e mi, domethënë unë jam krenar që kam Jo, mësuar jo. për ideje. Tani, zoti Eleza, le të dalim pak te çështja e lëvizjes së Deçanit, edhe të këtyre islamofobëve kosovar. Se domethënë ju edhe unë vim, domethënë kemi gjëra të përbashkëta, ju keni studiuar në Athar, unë kam studiuar në Universitetin Ndërkombëtar Islamik të Malajzisë. Kemi që të dy jemi kurbetli, sepse na detyruan rrethanat, edhe unë kur u ktheva nga Malajzia në 2003-shin, nuk e di në mpet dje kisha një intervistë te Ylli Rakipit pa ekspozuarit ku po flitja për Thuhet se po. Fatosnanën, por nuk ndan që të flisja gjatë, domethënë ashtu sikur juve në Jugosllavi ju persekutuan edhe nuk gjetët dot fund, detyruat të shkoni në Gjermani. Edhe unë pata njëjtin fat, domethënë kur u ktheva nga Malajzia në 2003-shin, u përballa me terrorin shtetëror të regjimit të Fatosnanos, ku u detyrova, domethënë nuk më merrnin në universitet që atëherë të më quanin islamik. Edhe rroft Italia, u detyrova të shkoj në Itali të mbaroj doktoratën. Më pas u ktheva në Shqipëri, por edhe kur u ktheva regjimi i Ramës duke më luftuar, më hoqën nga Universiteti i Durrësit etj. Dhe përfundova, sikur ju përfunduat në Gjermani, unë përfundova në Malajzi, po kader Allah, domethënë në këtë dynja ne jemi udhëtar, edhe ndoshta më mirë për ju që ju jetuat në Gjermani dhe unë jetova në Shqipëri, në Malajzi, nga që kjo në një farë mënyrë ndoshta na ka dhënë edhe atë lirinë që të flasim. Mbaj mend në vitin 2004 kam qenë këshilltar i Selim Muçës, edhe atëherë më ofruan punë që të më bënin nën kryetar të komunitetit musliman apo drejtor të propagandës. Edhe i thash Selim Muçës edhe Zylftar Dervishit që ishte sekretari i KMSH-s, i thash Allahu më ruajt mua nga ju, i thash, se unë juve s'më keni në dorë, edhe shikoni sa njerëz poshtër jeni, se i kontrollonte shiku i Fatosnanos. Edhe i thash, imagjinoni se çfarë do mbënit juve mua, sigur unë të punoja për ju, që të mbanit ju më bukë. Dhe dua të them që ky emigracioni si për ty si për mua besoj kanë patur edhe bereqetin e tyre, sepse na kanë ruajtur nga këto intrigat e botës shqiptare dhe nga islamofobia. Tani unë dua dalë që të bisedojmë pak për këtë lëvizjen e Deçanit, nga që unë që vi nga konteksti i Shqipërisë, edhe pse ne në Shqipëri kemi patur shumë islamofob tegër, psikopat që nga Kastriot Myftara, te Max Velo, te Piero Misha etj. Në përgjithësi, shoqëria e Shqipërisë është paktën çu e perceptoj unë, është tolerante ndaj islamit. Për shembull, në Shqipëri vajzat me shami lejohen të shkollohen, të punësohen, kurse në Kosovë sot e kësaj dite femrat me shami nuk lejohen nëpër institucione shtetërore. E dyta, unë shoh kur bëj biseda, video etj. Në Kosovë, shikoj nga kosovar me emra Mehmete, Mahmute, Hasane, Hysejne, Dervishe, një urrejtje shumë të madhe. Emra musliman. Me emra musliman. Dhe kjo Por zemrën u plot urrejtje. Plot urrejtje. Dhe domethënë ju si veteran që jeni i nacionalizmit shqiptar, ju vini nga familja Ibrahim Rugova, domethënë ju jeni një njeri me tradita që e njihni edhe nacionalizmin. Ai është tërnip. Baba Ibrahim Rugova është tërnip i babait tim. Po, është tërnip. Ibrahimi. Po, jeni një familje. Dhe ju e njihni edhe historinë e rezistencës kosovare kundër Jugosllavisë. Besoj se po, besoj se ndër po. Por domethënë
unë nuk arrita kuptoj se si ka njerëz me emra Vesel, e Sadri, e Ramabaja, e Ahmet, e ku digjon, edhe që kanë ka shumë urrejtje për veten e tyre. Domethënë, kanë emra turqe, perse, iraniane, Allahu e di se çfarë kanë. Dhe shoh që kanë një reakcion, një urrejtje shumë të madhe për Islamin. Se ne në Shqipëri, okay, ne kemi këta katolikët, po katolikët janë shumica janë ignorant, mirëditorët, që kanë urrejtje për Islamin, po ata kanë urrejtje edhe për ortodoksët, i shujnë grekët e poshtë dhe tjerë e tjerë. Kemi ortodoksët, po mes ortodoksëve, ndoshta ju e keni parë, unë kam shumë miq ortodoks, njerëz që nga Gjergj Tanasi, tu Petro Prodani e tjerë që disa Jo, janë grek. shqiptar janë të gjithë. Pse jo? Jo, unë kam miq edhe shqiptar, edhe vëlla, edhe grek, se Shqipëria kështu është, por domethënë kanë respekt për neve që jemi musliman. Domethënë, unë me një ortodoks shqiptar, flas për Islamin, më dëgjojnë, më respektojnë, ama me kosovar, me emra Sadrie, e Vesele, domethënë ka një farë histerie. Dhe unë dua që ju po mund të t'i shpjegoni publikut tonë domethënë pse është kjo lloj histeri. Pse këta njerëz urrejnë veten e tyre. Po, Olsi. Sipas menimit tim, këtu janë dy faktorë që kanë ndikuar që shqiptarët në Kosovë të jenë jo dashamirë të Islamit. Një pjesë e tyre islamofob që janë të jenë islamofob dhe të urrejnë Islamin. Se pori ne shqiptarët e Kosovë jetuam gjatë në okupimin serb, jugoslav, dhe cila ishte ideologjia? Ne për shkolla, në fakultete dominuese, ideologji dominuese ishte komunizmi. Dhe kuptohet që nga ajo filozofi u krijua ajo urrejtja, s'ka Zot, s'ka, domethënë feja është opium për popullin, dhe nga kjo shkollë e kemi një numër të madh, që unë kisha shumë lirisht e kisha thonë që Sadri Ramabaja është produkti i komunizmit jugoslav, që urren fen, që urren kulturën arabe, që urren. Dhe mendoj se ky elementi tjetër që ka ndikuar që të përhapet kjo urrejtje, kjo antisimpati ndaj Islamit, se është mas e vërtet se këtu urrejt Islami në mënyrë të mërshme. Enverizmi, pa hyrë në histori se e di Olsi që e di më mirë, po enverizmi në Kosovë ka për 45 vite ka futur rroj thellë këtu. Dhe produkti tyre cilët janë? Produkti tyre këto janë enveristat, marksistat, leninistat, që të na quhen lepekeista. Lepekeista që nuk besojnë Zot, që besojnë në ideologjinë komuniste enveriste që s'ka Zot, s'ka xhami. Po. Për shikuesit tanë nga Shqipëria, mund ta shpjegosh çfarë do thotë fjala LPK-ist? Lëvizja? LPK-ist janë këta lëvizja popullore për çlimin e Kosovës, këta marksist-leninistë kanë qenë. Okej, në rregull. Kur është formuar LPK-ja? Kush ka qenë themeluesi i saj? Këta janë pas vitit 1980. Me dalën e Jusuf Gërvallës. Kujtohet me dalën e Jusuf Gërvallës në Gjermani. Po. Që kanë qenë grupe të ndryshme, grupi për marksizëm, leninizëm, për Republikën Shqiptare në Jugosllavi, dhe ky grup që ideologjia e këtyre ka qenë enverizmi, apo? Absolut ideologjia e tyre ka qenë enverizmi, dhe ka qenë se Kosova nuk mund të çlirohet përpos me luftë. Zotën këta janë edhe iniciuesit e formimit të UÇK-s. Okej, po kur vim te feja, absolut këta fen e dinë si armik të kombit shqiptar. Dhe unë mendoj nga kjo. Një moment, një pyetje. Për këta LPK-istët, se unë besoj që këta nuk e njohin edhe enverizmin. Enver Hoxha e bëri Shqipërinë shtet laike dhe qafir në 67-ën. Por po të lexosh shënime për lindjen e mesme. Enver Hoxha tregon respekt për botën muslimane. Respekt për Islamin. Flet mirë për Muhamedin.
flet mirë për revolucionin islamik iranian, për Khomeinin, i mbështeti palestinezët, mbështeti Yasser Arafatin. Po lexosh vitet e Vejgjelis, Enver Hoxha nuk flet keq Kujtohen, nuk për kujtohen. për xhamin dhe medresen e Gjirokastrës. Pra unë duhet, domethënë, bëj këtë pyetje pse këta LPK-istët janë më anti-islamistë sa vetë Enver Hoxha. Se Enver Hoxha nuk ka qenë kaq ekstrem sa këta. Nuk e di, a bie dakord me mua me këtë që po them apo? Ç'është bie dakord Olsi, po mendimi im është se tërë filozofinë e tyre apo tërë konceptin e tyre e mbështesin që feja është opinion për popullin dhe feja islame, sidomos feja islame, na kalon të pazhvilluar, na kalon prapëmbetën, na kalon duke akuzuar në rëndë por për ndryrinë smone. Mendoj Okej, se këtu më fal. janë ngërthyer shumë element që i ka shtyr këta me ardh deri te Një urrëtia kaq e modern. një pyetje tjetër. Njerëz si Sadri E Ramazani. kuptova Olsi, po. Jo, një pyetje, njerëz si Sadri Ramabaja. Ti po thua këta janë LPK-ist, janë enverist. Po ky tani mbështet një lëvizje shoviniste fetare, që është lëvizja e Deçanit, që bën thirrje për braktisjen e islamit dhe kthimën e kosovarëve në katolik. Nëse këta njerëz e shohin kanë si opium, Marksi kur sulmoi papën, nuk sulmoi islamin. Dhe këta janë bërë tani pjesë e këtij reaksionit katolik. Okej, nëse janë qafira, le të jenë qafira, po të jenë kundër gjitha feve. Padyshim. Se kundër islamit në veçanti. Olsi, pas rrimit Kosovës, këtu defiluan shumë rryma dhe shumë grupe fetare. Ti e di që e din, në Kosovë. Opus Dei, ato protestante, mendoj se këta që pas luftës filloi ajo fushota apo aktivizimi i tyre kuptohet të dirigjuar nga qendra anti-islame dhe anti-shqiptare që janë në për Europën, Ballkan, në rënd parë nga Serbia, që ka hudh elementet e tyre në këto qarqet e këtyre komunistëve, si t'i quajmë nivelistëve, dhe këtu kanë gjetë vend ajo propaganda e tyre anti-islame. Okej, tani një pyetje për lëvizjen e Deçanit. Çfarë mund të thoni për këtë? Çfarë janë këta njerëz? Jemi të folë për Zanafillën. Unë mendoj se Zanafilla është këtu që fillon urrëtia më të madhe, shkrimet, fushatas anti-islame dhe të cilës tjetin shumë mirë sa fuqishëm mirë ka kundërvu Abdi Baleta. Në gjitha mediat në Shqipëri, por edhe në gazetën Botasat. Ai ka qenë i pa kompromis në luftë me këtë fushata, me këtë tërbim të këtyre islamofobëve. Abdiu e quante internacionale e dhev, e quante, nëse mban mend termin. Pa tjetër. Po, si që quante edhe çdo islamofob është anti-shqiptar. Abdi Baleta e ka formuluar këtë vlerësim të saktë. Se edhe unë mendoj plotësisht që për lëvizjen e Deçanit. Deshta vetëm këtu te Zanafilla, se ti pyetja jote ishte pse ka shumë urrëtie. Tash llogaritë ti kur fillon lufta shërimtare, UÇK-ja, regjimi kriminal, UÇK në fillim e ka quajtur organizatë terroriste islamike. Ose e kupton që fillon ky lloj fushate kundër islamit, kundër shqiptarëve dhe në njëjtën kohë kundër islamit. Se me thyrjen e boshtit të besimit islam, serbet e din, ose që thyet edhe kurrizi i kombit shqiptar. Zdia po, ajo mi qartë. Prandaj edhe këtu janë bashku këto rryma apo këto që si shpequn kë në non-paper, kë shërbimi krahë që quhen organizata hibride. Edhe unë mendoj që kjo lëvizja e Deçanit është rezultat pikërisht i kësaj fushate anti-islame që diku koordinohet, unë mendoj se koordinohet jashtë Kosovës. Që ka fushata dhe kjo lëvizje që doli kjo lëvizje doli si me pikë prej qielle, se nuk ka pas deri tash në historinë e kombit shqiptar që formohet një organizatë dhe del kështu në mënyrë
në mënyrë krejtësisht paturpshme, apo krejtësisht jo njerëzore, krejtësisht jo kulturore, që dele thot, ne bëjmë thirrje për braktisjen e islamit, apo si dulen ndeqan atë në të farshtallën e baktive atje që dulen edhe një grup atje që janë dhe bëjmë thirrje për braktisjen e islamit. Askund nuk e di që edhe që kam jetu në Kairo, apo në Afrikë, unë nuk kam lexu, as nuk kam në dëgjuar që apo nazin këtu, nazin e afër dhe më të lartë, se ti e di ndoshta edhe më mirë, unë nuk kam dëgjuar as në prendim, nuk kam dëgjuar që është themeluar organizat apo shoqat quje si të duash, e cila ka dalë hapur dhe ka bo ftesë këtu, ka bo thirrje për braktisjen e një feje. Sikur këta që bën thirrje për braktisjen e fesë islame. Unë nuk kam lexuar. Që ka pas dikun në prendim një organizat që ka bo ftesë hapur për braktisjen e katolicizmit, për shembull, ose protestantizmit. Unë mendoj se kjo ishte Kjo lëvizje domethënë është lëvizje provokatore, e cila kuptohet shumë qartë, domethënë që ajo kërkon të nxjisi konflikt, në mos të nxjisi luftë civile. Unë dua, nëse ju e keni përkthyer edhe në shqip, unë dua që po mundot në moment do nxjerr përkthimin tuaj, po këtu po nxjerr për shikuesit tanë. Po, është në gjuhën kroate është kjo. Dokumentin origjinal. Dhe në këtë dokument origjinal me sa duket shërbimit sekret kroat të vitit 2024, rujna, çfarë muaj është në kroatisht? Nënt rujna, çka do të thënë në kroatisht? Zotën që mujtë të tyre nuk i diktojnë kroatisht. Nuk i kam mësuar asnjëherë, rujna janë krejt me emra të tjerë janë në kroatisht. Po e gjoj, nuk është rujna, nuk mund tash me e gjetë, se... 9 shtator, sorry, se e shoh përkimin që keni bërë, 9 shtator. Okej, do më thënë... Shtator që ka, shtator. Në këtë dokument që e ka botuar Gazeta Impact dhe ju më pas e keni përkthyer dhe botuar në Facebookun tuaj, këtu thuhet që dyshimi i shërbimit sekret kroat është që mbrapa kësaj lëvizjes së Deçanit mund të qëndrojë shërbimi sekret serb dhe rus. Dhe këtu është përkthimi juaj që ju keni botuar. E shikoni përkthimin? Po shoh. A mund ta komentoni? A mund ta komentoni? Po kisha pas dëshirë me komentuar. Po, atëherë, mund të vazhdoni. Unë mendoj, kjo është mendimi im personal, si biseduam një ditë në telefon, zoti Olsi. Po, më fal, a e lexon shkrimin? A do që ta bëj më të madh? Po, e lexoj. Po, e lexoj. Okej, se ta bëra çik të madh, po. Po, e lexoj, faleminderit. Kroatët, shqiptarët, thash telefon me sheku që s'paku 200 vjet janë në hall prej serbëve. Zja po pajtohesh. Po, normal. Po, luftat e fundit natë ne tregun që këta sulmun Slovenin për një javë nuk mujtën çfarë krimeve kanë bën në Kroaci, çfarë krimeve kanë bën Bosnë e Bashkëmbrapit në Kosovë, kështu që hegemonia serbe nuk ka marrë fund Olsi. Dhe kroatët, mendoj se kroatët, shërbimi i kroat i analizon, i përcjell të gjitha lëvizjet që ndodhin qoftë në Kosovë, qoftë në Malzi, qoftë edhe këtë raportun e shon kontekst të kësaj, se këtu flitet që nuk mendoj se ndonjë shërbim shqiptar do mund ta nxjerrte një raport të kësaj natyre edhe me kaq detaje që e ka dhënë ky shërbim. Për arsye se luftat përfunduan si përfunduan, Serbia ka pretendime, domethënë Republika Srpska për kërkjet janë të vazhdueshme për me ja bashkangjitë Serbisë. Provokimet ndaj Kosovës që 25 vjet nuk ndalen kurrë, për arsye se në Beograd nuk ka, ndoshta të rrallë janë ata serb që pranojnë që Kosova është e pavarur. Të gjithë
të gjithë janë unik se Kosova është djepi i Serbisë dhe kur, sipas mendimit tim dhe sipas shumë mendimtarëve, kur këta nuk do çojnë dorë nga Kosova. Olsi. Prandaj ky raport tregon për intencat, tregon për tendencat se tani Serbia me sulmu ushtarakisht Kosovën nuk mund të ndodhë ajo, për shkak se këtu është kforja është NATO, dhe cilat janë tash ato metodat kriminale, metodat çubrëllëvisione apo të këtyne të Akademisë së Shkencave Serbisë Sano që është në Beograd, do më thonë luftë permanente për defaktorizimin e shtetit Kosovës. Më falë, në qoftë se shikon në raportin kroat që ju keni përkthyer, pika numër sipas shërbimit sekret kroat, ata do më thënë këtë lëvizjen e Deçanit e shohin si pjesë e luftës hibride. Nuk e di në di konceptin e luftës, do më thënë lufta hibride është kur ti nuk e lufton dot armikun tënd drejt për drejt me ushtri, dhe Serbia nuk lufton dot me ushtri se është NATO në Kosovë, atëherë çfarë bën për hap fitne, sigur i themi në gjuhën tonë islamike, dhe kjo është luftë hibride, është luftë psikologjike pak a shumë. Absolut luftë psikologjike dhe godet në atë pjesën më të ndihshme të kombit shqiptar apo të shqiptarit në Kosovë, cila është harmonia ndërfetare. A ka qenë kështu? Po, dhe shikoj çfarë thotë raporti. Organizatat hibride krijojnë një identitet të paqartë përmes një kombinimi faktorësh fetar, kulturor dhe politik, duke mundësuar krijimin e komuniteteve që nuk janë më të përcaktuara qartë përgjatë vijave tradicionale etnike fetare. Domethënë, çfarë thotë raporti është që luftë hibride kërkon që të krijojë persona laraman, sikur tha Alma Lama e Sadri Ramabaja, dhe këta persona tani nuk i përkatin më atij komunitetit të madh shqiptar musliman, ju jeni 96% musliman në Kosovë, por krijojnë domethënë komunitete të tjera ku këta dalin pak a shumë si qiban apo si kancer brenda trupit të shqiptarëve, dhe në këtë farë mënyre raporti thotë, çfarë thotë raporti? Qëllimi i këtyre organizatave është formimi i një identiteti të ri brenda shqiptarëve në Kosovë, i cili bashkon katolicizmin me nacionalizmin. Përmes këtij kombinimi bëhet një përpjekje për të dobësuar identitetin kryesisht musliman shqiptarëve në Kosovë. Dhe duke zëvendësuar atë me një identitet. Më fal vesh një moment. Pikërisht këtu është kjo nyja e gjithë kësaj. Kombinimi i nacionalizmit shqiptar me katolicizmin, dhe pas qenë katolik nuk mund të jesh as patriot shqiptar. Kjo është ky kombinimi hibrid. Dhe kjo është pika më e rrezikshme sipas mendimit tim. Do të thotë, për me qenë shqiptar i vërtet, për me qenë shqiptar i filt, ne shqiptarët e Kosovës duhet të konvertohemi në katolicizëm, apo bjen çështo. Po. Dhe shive sa interesant është raporti, se thotë, domethënë kjo lufta hibride bëhet nëpërmjet disa mekanizmave. Numër 1, fushatat të konvertimeve fetare, këto që bën lëvizja e Deçanit. Po, që gjejnë kështu ignorant me emra Ahmet e Muhammed dhe japin emra shqiptar Shaljani. E dyta, manipulim kulturor, dhe ti e di domethënë un kam 30 vite që merrem me punën e manipulimit të historisë. Ka bërë fillimisht e bëri lobi austriak me italian në Shqipëri, pastaj e mori Moska, e mori Akademia e Shkencave, dhe vazhdon edhe në Kosovë manipulimi kulturor, ku shqiptarëve u thuhet që ju nuk jeni musliman, por jeni katolik, ju konvertoi me dhunë turku në islam, e duhet ta lini islamin e të bëni katolik. Ky është manipulimi kulturor, dhe ndër të tjera duhet përmendim për shikuesit edhe për urimin e idhullit, e putës së Pjetër Bogdanit në zymë të Hatit nga Kisha Katolike. Para pak ditësh. Para pak ditësh. Po, domethënë, dhe ky është manipulim kulturor, se domethënë veç edhe një, mendoj që është edhe manipulim kulturor këto manifestimet kulturore që bëhen promovimet e disa botimeve të këtyre autorëve që janë islamofob,
pastaj disa festa që po mbohen, festa për Nën Terezën, festa edhe kjo është manipulim me historinë tonë. Manipulim dhe sikur thotë studimi, domethënë lufta hibride vazhdon përmes mbështetjes institucionale. Dhe studimi thotë raporti thotë shtetet huaja përmes OJQ-ve, organizatave jo qeveritare, institucioneve fetare dhe presioneve politike, ofrojnë mbështetje institucionale për këto organizata hibride. Kjo mbështetje u lejon atyre të bëjnë pjesë integrale e kornizës shoqërore dhe politike të Kosovës, duke konsoliduar më tej pushtetin dhe ndikimin e tyre. Wow, fantastike. Ja, Olsi, prit. Ja faktet për këtë, shto pak më poshtë që folëm. Po. Manalt, kjo që folëm që tash, që e lexove. Po. Këtu shiqo. Mbështetje institucionale. Olsi, prit. Në Kosovë, që 25 vite, kërkesë permanente e Bashkisë Islame, por edhe këtyne bashkive tjera fetare, që të nxirret ligji për fetë në Kosovë. Nuk është nxjerrë, që kjo fjala është për mbështetje institucionale. Pastaj, korniza kjo e ka nxjerrë Ministria për Arsim, që ka nxjerrë dekretin, udhërrëfimin që u ndalohet nxënësave të besimit islam në shkurja në shkollë më shami. A është edhe kjo institucionale? Po. Olsi. Po, dëgjoj. Që ndihmon, do thotë, që ndihmon frymen, që ndihmon këtë frymen anti-islame, që ndihmon, që krijon diskriminim me fjalë tjera. Po. Këtu që është përmes mbështetjes institucionale. Faktikisht po mbështetet kjo teoria që Islami nuk duhet të jetë në shkolla, nuk duhet të hynë lënda fetare në shkolla. Të gjitha këto në Kosovë janë refuzuar nga qeveritë e pas luftës deri më sot. Janë refuzuar, të gjitha këto janë refuzuar. Po, në Kosovë, domethënë, Islami konsiderohet armik shtetëror, me pak fjalë. Domethënë, unë edhe pse ankohem për Fatos Nanon, për Edi Ramon, lufta kundër Islamit në Kosovë është shumë herë më e egër se sa në Shqipëri. Në Shqipëri femrat me shami mund të punësohen, mund të shkollohen. Edi Rama merr femra me shami, i fut në Partinë Socialiste, edhe pse ka urdhini batil, por në Kosovë është një luftë e tmerrshme kundër Islamit, dhe është luftë institucionale, shtetërore. Para një jave, Gjykata Supreme e Republikës Kosovës, ankesën që kanë bërë një grup prej këtyne organizatave islame që janë, që kanë bërë ankesën gjykatën speciale për heqjen e udhëzimit administrativ për ndalimin e shamis, para një jave e ka vërtetue atë efektshmërinë e këtij udhëzimi që shamit, barëset e shamive në shkolla nuk mundën më shku më shami. Para një jave, Gjykata Supreme e Kosovës. O shpajtua me dekretin që në shkollat mesme nuk mundën të shkojnë vajzat me shami. Së është kjo, kuj për ndihmon drejt për drejt kësaj farlevizjes famkeqe okulte të dëqonit. A, po i bje kështu? Po. Në Parlamentin e Kosovës, në Parlamentin e Kosovës e ke po, në vend të jetë në fotografi ndo një heroj kombëtar, aty besoj që e ke po, aty e ke fotografinë e Nën Terezës. Po. Dhe flitet për laicizëm, po. Është pjesë e luftës hibride që bëhet kundër Islamit. Pra, në një kohë kur Islami në vazhdimsi dhe në mënyrë permanente shpallet, domethënë, ideologji pothuajse terroriste, në anën tjetër përmes shteteve të huaja, organizatave jo qeveritare, promovojnë lëvizje kaq ekstreme. Dhe është shumë interesant, Recep, se ky studim vjen nga një shtet katolik, sikur është Kroacia.
Domethënë është një studim i papar, domethënë një raport i papar ku kroatët, bravo i qoftë, Çka më profesionale, ja, nuk janë kom shumë lexuar. po janë shumë profesional. Dhe nëse Shumë. vazhdojmë prap me komentin e raportit kroat që ju keni përkthyer, sipas studimit kroat, synimi mbrapa kësaj fushate islamofobike dhe provokatore kundër 96% popullit të Kosovës, qëndron ideja për të krijuar një mini shtet rreth manastirit të Deçanit, ku domethënë duan që të bëjnë një shtet serb-ortodoks dhe Plus një krahinë katolike autonome. dhe Plus krijimi i një krahine katolike autonome. krahine. Po, është Olse, a muj me vazhdu, po vazhdo të lutem. a muj me komentu. Po, Krijimi i një krahine katolike autonome, hapi fillestar. Unë jam i mendimit se ky është skenar serb. Në kuptimin që folem, ju se keni përcjell para një vitit, që ka qenë kisha e Deçanit, që ka pas ankesa në komunën e Deçanit me ju kthye 24 hektar tokë. Dhe qeveria e Albin Kurtit në fund vitit kaluar me vendim gjykatës ju ka kthy kishës e Deçanit ju ka kthy toka, që faktikisht ajo tokë shqiptare, po. A nuk po përputhet kjo me formimin e një ministetit të Deçanit? ky është konkluzioni sipas i mendim- kroatëve. Domethënë konkluzioni i kroatëve ky është. Domethënë Po, është pak a po. shumë që të krijojnë pak a shumë një Republika Srpska brenda Kosovës dhe pjesë e kësaj, domethënë dëgjoj, ky lloj skenari Recep, nëse kthehemi mbrapa në histori, është që është përdorur edhe në të kaluarën nga Serbia. Këtu le të kujtojmë Republikën e Mirditës. Se domethënë lëvizja e Deçanit është pak a shumë sikur Republika e Mirditës e Dom Loro Cakës dhe Gjon Markagjonit, kur në atë kohë qeveria serbe e Pashiqit financoi katolicizmin e Mirditës, ku ata nuk donin që të njihnin shtetin shqiptar, biles e deklaruan Shqipërinë e deklaruan Turqi, biles në deklaratën që unë kam votuar vite më herët të Gjon Markagjonit, është në blogun tim online. Gjon Markagjoni deklaron që ne nuk e njohim kyçymetin e Tyrkisë në Tiranë, sepse domethënë ata i quanin turq shqiptarët e Tiranës edhe gjithë Shqipërisë. Dhe domethënë kjo lëvizja Deçani domethënë është ky raporti është me ta heq trunin, domethënë ky raporti kroat. Domethënë unë me çfarë shoh është që po kemi një Republikë e Mirditës 2.0, pak a shumë, që po kërkohet bëhet në Kosovë me lëvizjen e Deçanit. Dhe ky autor, apo kush është autori i këtij raportit, nuk e përmend koti këtë shtetin Bektashi, nuk e përmend me rastësi, nuk e përmend rastësi. Dhe sipas mendimit tim personal, dhe mendoj se është i qëndrueshëm për arsye se unë prej fëmijënisë, unë jam lind që e kem pasur në qenë serb. Ata kolon që i kanë paspru 56 prej Vojvodine prej, unë jam lind, unë pretendoj se e njoh mentalitetin dhe njoh politikën serbe. Brenda që kjo formimi i këtyne mini shteteve, edhe krahina katolike, edhe kjo mini shtet ortodoks, pravoslav ortodoks, është koncept serb për coptimin e Kosovës nga brenda. Unë kështu e kuptoj orësi. Coptim nga brenda, defunksionalizim. Për arsye se tash në bisedimet e Brukselit që negociatat që bëhen mes Kosovës e Serbisë, një prej pikave kyçe që kam u diskutuar kur do të filloj dialogu është se statusi i kishës pravoslave serbe në Kosovë. Me fjalë tjera, do të shpallet eksterritorialitet,
Dhe edhe këto hibride, këto lufta që po bëhen, do të thonë në të ardhmen Kosova duhet me u parcializu, me u coptu nga mbrenda, dhe shteti Kosovë faktikisht sa përqind po jetë që po sundon me fjalë tjera, sa përqind po jetë e territorit, veriu edhe ashtu 10 komuna i kanë marrë tash zgjedhjet e fundit, me fjalë tjera jemi shku drejt për, do të koncepti serb për defunksionalizimin për e pavarësisë Kosovës, shtetit Kosovës me minimum të minimumit. Kështu mendoj unë. Për ata, autori i këtij asi, se të njëjtën gjë këta e pretendojnë edhe në Kroaci, Olsi, ju lutem. Edhe në Bosnë, Tani, në Republika Srpska. tani unë kam një problem me këtë raportin kroat. Dhe problemi që unë kam është se në rastin e Shqipërisë, ideja e krijimit të shtetit Bektashian, dhe unë këtë e di nga burime të afërta me Edi Ramën, është Po një dhe jeni historian. është një ide zioniste. Domethënë, ishte presidenti i Izraelit Isaac Herzogu kur erdhi në Shqipëri që ja kërkoi Ramës që të shpalli shtetin Bektashian, por Rama nuk po e përmend më, se si duket ndoshta i ka rënë edhe interesi i Izraelit, apo dëgjon. Por ideja e krijimit të shtetit Bektashian nga Rama ishte se Izraeli do që ta ndaj Sirin, dhe ideja ishte që donte të krijonte një shtet dëruzësh në Siri, dhe në mënyrë që ta krijonte këtë shtet kishte nevojë që të bënte një precedent ndërkombëtar, dhe precedenti ishte Shqipëria. Edi Rama si vëlla që është, ai nuk e ka problem, se ai është pa dim pa iman. Dhe Edi Rama, për të qëndruar në pushtet mos ta fusin në burg, sikur ja kanë fut shokët e vet, ai është i gatshëm edhe nonën e vet me shit. Dhe në rastin e Shqipërisë, shteti Bektashian është projekt zionist. Unë kam bërë edhe një shkrim para disa muaj që e kam botuar në Londër, ku tregoja se si Baba Monti është kryer pak a shumë në një agjent të Izraelit për krijimin e një islam zionist. Tani dyshim, domethënë problemi që un kam me këtë raportin kroat është se domethënë nuk arrit të kuptoj lidhjen e shtetit Bektashian me këtë Republikën e Mirditës 2.0 në Kosovë, vetëm nëse mund të kemi ndonjë koordinim ndërmjet zionizmit edhe shërbimit sekret serb, domethënë për të instaluar këtë lloj lëvizje shoviniste brenda Kosovës. Ama raporti është shumë interesant, është paragrafi që kam nënvizuar këtu, ku thuhet kjo përfshin përpjekje politike dhe diplomatike për të siguruar autonominë e një provinte katolike brenda fushës së Dukagjinit, një rajon që historikisht përmban një përdierje myslimanësh dhe katolikësh. Krijimi i kësaj province thjesht shqiptare do të konsiderohet si një pararendës i krijimit të një mini shteti rreth manastirit të Deçanit, i cili do të zhvendoste hartën politike të Kosovës brenda një entiteti shtetëror katolik fetarisht homogjen. Është ide e tmerrshme, domethënë kjo që po bëhet. Pika të tjera në raport që ju keni përkthyer, besoj janë sulmet mediatike, nëse shikon këtë pjesën që nënvizova. Operacionet me vendet e huaja përdorin mediat për të krijuar një narrativ që mbështet idenë e autonomisë katolike përmes fushatave në media, platformat internetit, rrjetet sociale, promovohet narrativa e kërcënimit të shqiptarëve katolik dhe drejtat e tyre për autonomi. Kjo përfshin glorifikimin e herojve katolik, shenjtorëve dhe simboleve fetare, si dhe prezantimin e identitetit katolik si thelbësor për ruajtjen e trashëgimisë. Pra, ajo që bëri Dom Gjergji përpara një jave kur ishte, përpara një jave që vendosi bustin e këtij kriminalit Pjetër Bogdanit në zymë. Pjetër Bogdanit, po. Kroatët këtë e shohin si pjesë e operacionit mediatik. Domethënë, promovimi i këtyre figurave shoviniste katolike dhe është edhe diçka shumë interesante, Recep, se
Kisha Katolike çfarë bën kur vendos këto idhuj e këto statuja sikur vendosin në vend hasit, ata mundohen Po, ashtu sikur kisha serbe që të vendosin kufajnin, vendosin kufirin, kupton? Ashtu sikur fjala bie Izraeli në bregun perëndimor vendos kolon çifuç dhe u merr thokat myslimanëve palestinez. Çfarë kisha identik, katolike, identik. çfarë kisha katolike synon kur vendos këto puta, këto idhuj, ata mundohen që të manipulojnë dhe Identik, vendosin identik. vendosin ta okupojnë atë territor. Domethënë këta kur vendosin Po, po, domethënë ai është një okupim kulturor. Ata thonë ky është territori jon, nuk është i kosovarëve musliman. Apo jo? shumë e vërtet, shumë e vërtet. Wow. Deshen ta vendosin te Podujeva atë kryqin e madh. A e kujtohet Orsi? Po, jo, atë nuk e di, po unë di rastin e Shqipërisë, kur kam qenë në Shqipëri në vitin 2004-2005, atëherë themelova një organizatë që quhet Forumi Musliman i Shqipërisë. Dhe në Po, po më atëherë, kujtohet. në atë kohë, reaksioni katolik çfarë donte të bënte, është që fillimisht përdori qeverinë e Fatos Nanos dhe ambasadën amerikane, ku Arkan Shkreli, një nga këta muslimanët fanatik shkodran të konvertuar në katolik, donte që të merrte xhamin e Fatihut në Shkodër dhe ta konvertonte në kish katolike, po ne bëm protestë madhe dhe ndaluam këtë gjë, dhe ndërhyri edhe Turqia, eyvallah, do t'i themi Davutoglus, dhe më pas çfarë donin të bënin këta sapo erdhi Berisha në pushtet, sërish lobi katolik nëpërmjet Jozefinës donte që të vendoste një statuj të madhe, sikur Jezu Krishti në Rio de Janeiro, të Nën Terezës në hyrje të Shkodrës, por myslimanët e Shkodrës ata janë shumë inteligent, edhe i kapin këto gjëra, dhe pati protestë madhe atëherë, dhe u ndalua se domethënë me vendosin e këtyre putave, çfarë bën këta domethënë Vendosen pikat kufitare. Veprojnë sikur zionistët, domethënë po sikur çfarë bëjnë zionistët, shkojnë e kapin një territor, ndërtojnë koloninë e tyre, apo ndërtojnë një sinagogë, e thonë ky është territor çifut dhe u marrin muslimanë. Pra, domethënë raporti është me të vërtetë jashtëzakonisht të lë pa mend, domethënë, E vërtet. se ata analizojnë gjithë fushat. Dhe kjo, për mendimin tim, vazhdon, domethënë, elaborimi i këtij invazioni edhe me këtë paragrafin e manipulimit kulturor, ku thuhet përmes iniciative kulturore dhe arsimore inkurajohet integrimi i identitetit katolik në trashëgiminë më të gjerë të shqiptarëve. Feja katolike dhe nacionalizmi shqiptar fillojnë të promovohen si të pandashëm dhe shqiptarët katolik paraqiten si një bashkësi unike politike kulturore me një status të veçantë. Pra, domethënë kjo që po ndodh sot te lëvizja e Deçanit. Po, domethënë çfarë bën ky katolicizmi ekstremist politik? Ata mundohen që të instalojnë të ideologjinë supremacistë katolike. Pak a shumë sikur zionistët, sikur Netanyahu sikur Netanyahu thotë që Palestina na takon neve se na ka thënë Zoti në Bibël, ata bëjnë të njëjtën gjë. Dhe domethënë sikur Netanyahu i trajton muslimanët palestinezë dhe të krishterët i trajton sikur të jenë Amalek, sikur të jenë kafsh, dhe ndërton këtë idenë e supremacistë çifute mbi këto raca të tjera, edhe këta janë pak a shumë supremacistë. Mundohen që të instalojnë Urdhro? Pikrisht këtu apajtohesh që pikrisht të kjo nyje, të ky formulim është eliminimi i rolit faktorit islam shqiptar në çështjen kombëtare. Mendoj se këtu bëhet fjalë, domethënë supremacia për të cilën po flet Orsi. Pikrisht domethënë pa rolin e faktorit katolik shqiptar nuk do bëhej shteti, nuk do bëhej këmbë, nuk do bëhej as Kosova. Po del çashtu? Apo rezulton çashtu? Dhe kjo është që tha edhe qafiri Ramabaja, domethënë, se unë i ndoqa fjalimet e tyre në mbledhjen e Deçanit. Ai thoshte duhet jemi katolik, thoshte, duhet ndjekim projektin e franceskanëve, thoshte, dhe të fishtët. Por Ramabaja ose është idiot ose nuk e njeh historinë, po projekti
i franciskanëve në Shqipëri gjatë kohës së pushtimit fashist parashikonte edhe dëbimin e myslimanëve shqiptarë drejt Anadollit. Ka një projekt nga Gjergj Fishta, i cili ja prezantoi edhe qeverisë Mussolinit, po italianët nuk e morën përballë, ku në këtë projekt Fishta kërkonte që shqiptarët mysliman të merreshin tokat edhe të dërgoheshin në Anadol. Por fal Zotit nuk funksionoi ky edhe për më tepër nga që Mussolini kishte simpati për Islamin dhe donte që i mobilizonte myslimanët kundër zionizmit. Një paragraf shumë interesant është edhe ky tjetri, Recep, ku thuhet plani strategjik mbrapa këtyre aktiviteteve synon të krijojë një rrugë të re për formimin e një mini shteti i cili do të kishte një ngjashmëri me entitetin shtetëror Bektashin në Tiranë, por do të përqendrohej në krijimin e një mini shteti serb rreth manastirit të Deçanit në Kosovë. Ortodoks serb. Ky plan bazohet në strategji komplekse gjeopolitike, fetare dhe kulturore që synojnë të ripërcaktojnë kufit territorial dhe politik në Ballkan, me qëllim krijimin e një entiteti të ri politik fetarisht homogjen. E shpjeguar në detaje, qëllimi i kësaj strategjie është krijimi i një entiteti politik të qëndrueshëm me karakteristika të qarta etnike dhe fetare, i cili mund të veprojë si një mini shtet brenda kornizës më të gjerë të Kosovës me potencial për njohje ndërkombëtare. I tmerrshëm. S'ka qysh me qenë e thonën më qartë. Se Wow. çka qëndron çfarë prapavije ka kjo lëvizje të Deçanit. Po. Ja, thuhet më pas në raport. Krijimi një krahine katolike autonome si justifikim për krijimin e një mini shtetit manastirit të Deçan. Domethënë autori i këtij raporti thotë që domethënë si me shtetin Bektashian që e përmenda më herët, ku Izraelit i duhej krijimi një shteti Bektashian dhe kërkuan Ramës që ata ta përdorin në OKB dhe në botën arabe etj, si precedent, analogji precedent për të ndarë Sirin dhe krijimin e shtetit të Durrësve. Në rastin e Kosovës, ky shteti, mini shteti i katolikëve, domethënë, i intereson Serbisë për të patur precedentin që dëgjoj, derisa katolikët po bëjnë shtetin e tyre, se mos ta bëjmë edhe neve shtetin e manastirit të Deçanit. Pikërisht. Wow. Edhe raporti shënjestron rajonin e Dukagjinit si njësi kyçe territoriale. Është një lëvizje e paparë, domethënë është një lëvizje pak a shumë një lëvizje si ajo që bëri Gjallëzore kisha quajt. Unë e kisha quajt lëvizje gjallëzore, e cila as se e din në shërbim të kujt janë. Po, këta mund të jenë, domethënë shumë nga këta që merren me të lëvizjen e Deçanit ndoshta janë ignorantë, është si punë sikur manipulohet vehabizmi her pas here nga Cia dhe zionizmi kur duan të djegin e të shkatrojnë botën. Vërtet. Ignorant janë edhe janë ignorant dhe të manipuluar. Dhe po pastaj ashtu siç po flitet, po edhe bëhet fjalë për shumë më dha të hollash. Po. Unë nuk e ashtaj që morrin shumë më dha të hollash. Këta udhëheqësit është fjala. Se ai Veseli, se ai Arber Goshi, ai Goshi atje në Zvicër ai. Ky Veseli në fjalimin e tij që mbajti, ky thoshte kemi miq që na mbështesin, por nuk e tregoi se kush janë miq që e mbështetin ato. Shumë interesante. A do të shtosh Po. Jo, ky raporti po tregon kush janë miqt. Qëndron brapa Rusia dhe Serbia, me fjalë tjera. Unë nuk do u habisja sikur të ishte edhe zionizmi ndërkombëtar mbrapa i projektit. Unë pajtohem plotësisht që është edhe zionizmi.
Recep, do të shtosh diçka tjetër mbi lëvizjen e Deçanit? Jo, rreth këtij raporti, mendoj se i dha mendimet tona këtu, për këtë raport mund të flitet shumë gjatë, po nuk kemi as kohë, ndoshta unë e shoh si të rrezikshëm këtë lëvizje, e shoh si antikombëtare, e shoh se nëse nuk dëshirojmë si popull, si kombë, si shtet me ardhur deri te më e keqja, mendoj se organet e drejtësisë në Kosovë, Olsi do duhej ta thonim fjalën e vet. Këtu kemi të bëjmë me një sulm drejt për drejt, me një sulm të drejtat themelore të njeriut, që është besimi, është feja, është çështje krejtësisht personale, kush ka beson, kush ka por nëse vije deri te lufta civile, lufta fetare, që unë nuk besoj edhe nuk dëshiroj me ardh, por nëse vazhdohet me këtë dinamik kaq të rrëmbyeshme dhe kaq do më thonë me kaq urrëtie të mëdha, do thotë me çdo kusht, o do bohemi të gjithë krishterë, o na u bom arab, na u bom tursh, nuk e di çka, mendoj se jemi para një rrezikut latent dhe para një rreziku që vërtet shteti, organet kompetente do duhet ta thonë fjalën e vet. Unë kështu mendoj, Olsi. Duhet ta Në thonë Kosovë, sidomos në Kosovë. edhe për më tepër kemi një shkelje të hapur të kodit penal të Republikës së Kosovës. Nëse ndonjë grup myslimanësh do thoshte nesër që duam të krijojmë një republikë islamike në Mitrovit, organet e sigurisë do t'i kishin arrestuar, do t'i kishin shtrihur në burg direkte si terrorist. Me njëherë. Ndërsa këta që dalin thonë hapur që duhet kthehemi në katolicizëm, që sulmojnë fen e 96% të popullatës Kosovës, nuk i gjen asgjë gjë. Domethënë kjo tregon që ose institucionet e drejtësisë në Kosovë janë kapur nga gjend dhe nga kuisning tuaj, ose këta gjyqtarët edhe prokurorët që keni ju dhe pushtetarët janë aq shumë frikacak sa që kanë frikë që të mbrojnë edhe identitetin e popullit tyre. Disa shok më kanë treguar gjëja pranë gjykatës speciale të Kosovës është hapur lënda për këtë lëvizje, mirë po bën 2 vite që nuk ka asnjë kombëtesë, asnjë fjalë nuk ka nga ana e gjykatës speciale. Olsi, mendoj se gjendja nuk është e mirë, edhe ti e din që shumica në Kosovë janë në besimin islam dhe unë i përgëzoj për tolerancën, i përgëzoj për durimin, i përgëzoj se të ke funit ata janë vllazërit tonë, por jo çdo gjë të na mohojnë këtu në Kosovë, na mohojnë historinë, na mohojnë fenë islame, e cila pas ka ardhur me shpatë gjatë kohës perëndërisë, po tash që mas perëndërisë, kush po i detyron shqiptarët Kosovë me nejt islam? Cila forcë është ajo? Cila forcë është ajo që po i detyron? Vetdia, absolut vetdia dhe ajo lidhja e njeriut me krijuesin e vet, faktikisht rinia jon lexon, rinia jon tash në rrjetet sociale, rinia jon ka mjaft materiale me pa edhe me lexu, qoftë për krijuesin, qoftë për islamin, qoftë, kështu që se dish, unë dëshiroj që kjo valë kaq e egër anti-islami në Kosovë gradualisht të zbutet e mërfund të kthehemi te ajo toleranca e mirënjohur e jo shqiptare, si Shqipëri si këtu. Unë po dëshiroj atë më të mirën, Olsi. Mos më na ndodh diçka e keqe se Zoti e lezaj, Allahu ju shpërbleft për sqarimet që na dha. Faleminderit. Shpresoj që shikuesit tanë kanë përfituar nga diskutimi që patëm, nga dokumenti i shërbimit sekret kroat, të cilin e analizuam. Duhet të falenderoj edhe ju për botimin dhe përkthimin e tij. Dhe inshallah do kemi biseda tjera në të ardhmen ku do analizojmë luftën. Unë një herë kisha falendëruar këtë shërbimin e miqve tonë kroat për këtë raport, absolut raport më profesional. Është vështirë të has njeriu mbi këto ngjarje, mbi këto rrjedha në Ballkanin e trazuar. Faleminderit Olsi shumë. Faleminderit shumë për mundësinë që më dhe që të bashkë bisedojmë, edhe u pam pak se vërtet na kishte marrë molli. Po,
Faleminderit shumë zoti Recep. Miq, kudo që na ndiqni, ju falenderoj. Faleminderit, selam aleikum, faleminderit shumë. Shpresoj ta kemi zotin Elezaj përsëri në biseda tjera. Amin, Selam amin, aleikum. gjithmonë inshallah. Selam Gjithmonë aleikum wa inshallah, amin. rahmatullah.